Andi, doja që ta vazhdonim bashk. Kjo ecuri që ju e përcaktot në momentin krizë retorike, por edhe me atë që ka thanë parafolësit e tjerë, apo merret seriozisht tani ideja në Europë domosdoshmërisë së konsolidimit të aftësisë mbrojtëse dhe ushtarake të Europës vetë, pa ndihmën dhe peshën kaq të madhe dhe dominante që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda NATO-s? Natyrisht po, ato po bëhen me dy faza. Faza e parë është që Europa përtej lidhjes së ngushtë që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e sigurisë, ka dhe me atë të ekonomisë, ka dhe mënyrën se si e përdor dollarin në tregtin që bën dhe shkëmbimin tregtar të madh që ka bërë ndër vite. Ne çfarë përshkojmë një trend shumë interesant, pam që Kanadaja shkoi në Kinë, ka bërë një marrëveshje tregtare shumë të madhe. Dhe pjesë e planit është që Kanadaja të shkëputet avash nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ajo është një fazë e parë ekonomike dhe faza e dytë pastaj të shkojë tek siguria. Vizita e dytë që do jetë në këtë nivel është gjithashtu dhe ajo e kirsarmës që ta bëjë në fund të muajit në Kinë, që pritet pak a shumë që të bëjë marrëveshje të tilla siç ka bërë Kina me Kanadan. Për sa i përket Bashkimit Evropian, është aktualisht duke negociuar dhe duke mbaruar një marrëveshje tregtare atë me Indinë, ku shumë nga analistë thonë që ajo do jetë nëna e të gjitha marrëdhënieve tregtare që neve kemi parë ndonjëherë në planet. Meqenëse ajo do jetë edhe natyrisht Kina është India është nga ato vendet më të mëdha të së bashku dhe me Kinën, duket që nga ana ekonomike Europa do marrë një farë pavarësie, të ajo pastaj natyrisht do t'i japi më shumë mundësi që atë zhvillohet dhe nga ana e mbrojtjes. Para tjetër pastaj duket që edhe Gjermania dhe këto vendet e tjera, duke qenë se kanë hapur fondin për të zhvilluar sigurinë e tyre të patur një industri të re armësh e prodhuar në Europë, mendoj se ajo do shkohet drejt asaj, që të ketë një pavarësi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por natyrisht ajo nuk mund të bëhet me një plan brenda këtyre 2 viteve, 3 viteve, kështu ajo do dojë kohë, po duket që europianët e kanë marrë një vendim që mirë Trumpi, po kjo mund të bëhet një trend në të ardhmen, siç edhe kolegu më përpara parashtroi që ne do kemi një presidenci të J.D. Vance. Dhe Europa natyrisht është duke u përgatitur për këtë dhe po shikon edhe mundësitë